dalshme, nuk ofron kur farë mundësie. Shpesh po debatohet se pse s'po del opozita me një emër. Faktikisht në qoftë se ata dojnë me hek fajin prej vetës, ata dojnë marrë konkretisht me një emër XY se këne propozojnë ata. Nuk mund është ti me thonë çdo herë, që të najti emrat e na pastaj e mendojmë se e votojmë apo jo. Zoti Kurti as që ka pas bësh, tash po e themi sinqerisht edhe Zojës Osmani ka qenë për 5 vite prezidente. Kjo logjika që Zojën Osmani bashku me LDK-n me kandidu edhe njëherë për para, dhe më thonë, me 100% shkojnë anë zgjedhje se sa që bot Zoja Osmani masa asaj interviste që ka pas në Shqipëri, që mundet me qirë për sëri edhe kandidate. Ato e din edhe vetë LDK-ja që kur farë shanse aty, ajo ja kam byllë me atë intervizë vetës në të gjitha anë, dhe më thonë... Po, këtë e diskutuam, Zojën Osmani, unë po flasë për emra 3. Emra 3, kushtë mas mirëti është në qofë se dikush, unë po them, pres prej opozitës me qenë më proaktive. Opozitja është zakonisht shumë e lodhë, e pa konsolidume fare me u marrë me njëni tjetrin, më herët u diskutua që edhe kur shkojnë në lojtë stadionit, që qëfar ofër njëni tjetrit nuk rinë ose nuk kanë muhabet, kisha me thonë, por nuk, do më thonë, qëfar opozite janë, herën e kalume një vjet i kena pa, se cili tu u distancu prej tjetrit, tu mos kooperu, faktikisht as njoni me as njonin. Për këtë arsye, ka me i mujt edhe shumë vite Zoti Kurti për arsye se ata, se cili prej tyne dënë me u bo prezident. 3 parti janë edhe se cila parti dënë me pas presidentin për veti. Për këtë arsye, ata dhe nuk po dalin me një ftyrë ose me një person i cili është meritor, që në besoj që ka gra e burra në Kosovë, apo edhe në diaspor që janë të denjë me pas rolin e presidentit. Kush mund tjetë për juve, zonja Pram?